Fushata jonë vazhdon, në raundin e dytë hymë më të organizuar se kur, më me entuziazëm se kur, dhe sigurisht që presim një fitore bindse në raundin e dytë, sepse gjithë struktura partijake, të gjithë aktivistët, ka një fuqi të jashtëzakonshme për ta bërë ndryshimin e madh të Tetovës. Unë kam një besim të plot tek intelektualizmi tetovar, tek qytetaria tetovar dhe besoj se kësaj radhe do ja dalim patjetër që me një fitore shumë të madhe. Edhe në prezantimet tona të mëparshme se ka qenë zhvillimi ekonomik në qendër të ofertës tonë politike për Tetovën, ne për tetovarët garantojmë që rinia, vendet e reja të punës do jenë në qendër të programit tonë zgjedhor, zhvillimi i kodrës së diellit, ndërtimi i një qyteti administrativ tek kazerma aktuale ku gjendet, ndërtimi i parkut të vetëm të qytetit tonë dhe sigurisht për spari herë Tetova do ketë plan gjeneral urbanistik dhe do zhvillohet, do ndërtohet e planifikuar ashtu siç meriton kryeqendra shqiptare e Maqedonisë së Veriut.